Policia e Kosovës ka arrestuar një shtetas turk i cili dyshohet për veprimtari të palishme financiare, përfshirë lëshimin e çeshjeve pambulesë dhe keqpërdorimin e kartave bankare. Arrestimi ndodhi më 3 prill 2025 pas hetimeve intensive nga një sit përkatëse të policisë së Kosovës. Pas informacioneve zyrtare të policisë, hetimet kishin nisur disa javë më parë pasi ishin pranuar denoncime të shumta nga qytetarë dhe institucione financiare që raportonin për transaksione të dyshimta dhe dëme materiale. Shtetasi turk, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur për shkak të ruajtjes së privatësisë gjatë fazës hetimore, dyshohet se kishte përdorur çeqe pambulesë për të kryer blerje të konsiderueshme, si dhe kishte përdorur kartela bankare në mënyrë të paautorizuar. Burimet nga policia bëjnë të ditur se e dyshuari kishte vepruar me kujdes, duke përdorur identitete të ndryshme dhe duke u përpjekur të shmangte gjurmimin. Megjithatë, përmes bashkëpunimit me institucionet financiare dhe analizës së të dhënave bankare, hetuesit arritën të identifikojnë lëvizjet e tij dhe vendodhjen e saktë. Pas arrestimit, personi është dërguar në mbajtje në bazë të vendimit të prokurorit të rastit. Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet janë ende në zhvillim dhe nuk përjashtohet mundësia e përfshirjes së personave të tjerë në këtë rrjet të mundshëm mashtrimi. Rasti ngre shqetësime të reja për sigurinë financiare dhe nevojën për kontrolle më të repta ndaj përdorimit të instrumenteve të pagesave në tregun vendor. Policia ka bërë thirrje që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë çdo rast të dyshimit që lidhet me veprimtari të ngjashme.